Gjykata themelore në Prishtinë ka dhënë vendimin për rastin e sulmit të armatosur në Banjsk të Zveçanit, të ndodhur më 24 shtator 2023, ku mbeti i vrarë reshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Blagoj Spasojević dhe Vladimir Tolić janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa Dušan Maksimović është dënuar me 30 vjet burg. Në sallë, gjatë shpalljes së vendimit, ishte i pranishëm vetëm Maksimovići. Sipas autoriteteve në Kosovë, sulmi është konsideruar akt terrorizmi. Në këtë rast, janë të përfshirë gjithsej 45 persona, për të cilët është ngritur akt akuzë rreth 1 vit pas ngjarjes. Në mesin e tyre është edhe Milan Radojičić, i cili në dosje paraqitet si drejtues i grupit. Gjykata vendosi që procesi për 3 të dënuarit të trajtohet veçmas, pasi ata ndodhen në paraburgim që nga shtatori i vitit 2023. Ndërkohë, për 42 të akuzuarit e tjerë, nuk u pranua kërkesa për gjykim në mungesë. Sipas prokurorisë, grupi kishte planifikuar të përdorte dhunë dhe armatim të rëndë për të shkëputur veriun e Kosovës dhe për ta bashkuar me Serbinë. Gjatë sulmit, përveç policit të vrarë, një tjetër efektiv u plagos, ndërsa disa të tjerë posuan lëndime. Në rrezik u vunë edhe qytetarët që ndodheshin në zonë. Për këto veprime, të dyshuarit akuzohen për vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Sa i përket Radojičićit, ai dyshohet se për disa vite ka siguruar financime për grupin, duke mbuluar armatimin dhe logjistikën, si dhe përfshirje në pastrim parash përmes aktiviteteve dhe bizneseve të lidhura me të.